as nuk qaj, as nuk mërzitem, peshe fenomenin. Ti u shpreje ashtu që shmendon formën më të mirë të mundshme. Ti e dole ashtu që e ke mendu që është maj mira për ty. Lëndrimi u paraqit në atë formë që ai mendon që qenë ka maj mirë. Ama realitetit unë për të Vetëm një sen, se nuk mujta me hina, nuk deshta me u inkuadru, se nuk më takon, veç deshta më në një detalj më u pyt, se qka jeni të e zbërthy këte? Po unë zdojat me resha, po. Si qka, se krejt ishte shumë okej. Vetë vinte. Po nuk ishte e qartë në qka, ku? Kush i priti i pore këto për me hi, kush e dha këtë propozim? As ti kishte faj, as ai kishte faj. Kjo ishte më thjesht një debat. Më dëgjoj pak, nuk dua ta komentoj pjesën e tualetit, sa ajo ishte me vullnetin ton. Unë komentoj pjesën e bullizimit që nisi të bënte. Dhe që Edi bashkë me Tonin që bab fëmish, 2 fëmijë ka, një djalë një vajzë, e përkrahën fenomenin që ai non stop ofendo, non stop bullizo, non stop ofendo, non stop bullizo, dhe ata të dy, ha, si e tha, ha, e di nuk na që shkun, gjakuzi, hodhën nga qefi këtë e atë, pasaj reflektoj e di tha, jo Alba, se kam me ty është thjesht kjo, pasi e pa që unë e pash. Ndëgjoj Arditin. Jo, ajo shqipsifikim. Ndëgjoj Arditin. Unë fenomenin e peshova. Gjdo kush për vete. Mos ndërhyj A jam gabim të peshimi fenomenit? Unë e thash, unë më duket pa ceka. Vetëm shumë ishte qartë çështja. Se u tha, ti si ti vlerësohesh shumë, edhe për i vetë këti lëndritit. Besom që vlerësohesh shumë. Sa shtu, tha. Pak të jam krenar që edhe po ta nga konkurentës Alba. Ai vlerëson, ai ka nivel me vlerësu. Din me vlerësu shumë. Realitetin për plasë. A me kapi tensioni shumë këtë që folin. Ajo është mes jush, a këtu nuk ndërhy. Jo, unë se marrë për mërzi. Ai din me vlerësu shumë. Unë, a bëra sjellje dhe gabim si pas teje? Jo, as ti, as ai, që u tensionu, kjo është çështje tjetër. Ai shumë mire tha, thjesht kini në loj. Ore ti po, ofendimet që i bëri ai nuk janë gabim? Edhe bullizimi? Duhet me pas kujdes. Dhe përkrahja e bullizimit? Unë i thash të lutem, mos ma thuj fjallën ai. Se cili prej neve, tu fillu prej meje, ka limit. Unë jam vetëm nga koncepti. Nuk më kupton që dua dhe të pys. Unë e kuptova. Juve që ishit të jashtëm, që e pak. A mendon që bëra gabim të peshimi i fenomenit, apo? Po, apo jo? Jo. Edhe duhet peshohet fenomeni, apo jo? Sa ata kur e bëjnë tendencën njërë, ata në të ardhmen e bëjnë më shumë. Edhe të do ma të njëtën ma bënë. Nisën ma përmeni, thash, më falë me mu, e keni me mu? Po, tha me ty. Në regulli, thash. E drejta juj, jeta juj. Po, normal. Akoma e vazhdo. Loj është. I jetë është edhe këtu. Në regull. Po, si janë jetë reale, bëjnë edhe këtu. Dëgjoj Arditin. Nuk thom që s'ke të drejtë. Nuk dim sa kemi të drejtë. Këtu është gjithë shka, maj vjetër jam pak. Për fenomenin, vetëm për fenomenin. Kom kalu. Se s'mi intereson nuk se fshau mu. Edhe kësi situata, kom kalu une shumë. U shqyrtu ajo që është tje. Unë veç për ndalë në atë qaj detalë. Mos më pyt ma te për çka nuk s'kom nevoja me diskutu. Hajde, Lëçko. Jo, për çfarë loje? Çfarë loje? S'ka loj këtu. Te unë jo. Çështja është kjo. Prap po të thëmë. Ti vlerësohesh shumë privanorve. Leku s'ka thot. Pse më Ardit mundohen të ama loj, direkt po hinë në loj. Këtu tash, që këtu po vjen qajo, për plasja. Do shta me ty s'kan kur gjo personalisht. Loj është. Ti vjen si ma realiste, këtu ndodhë, do me thonë, pjesa tjetër. Jo që nuk të vlerësojnë, jo që nuk të dojnë, mos dysha, të dojnë, të respektojnë. Këndinja konkurencës pak? Vjen, që është shumë normal, edhe duhet me marrë shumë normal. Kjo është. Që kjo është çështja që duheni me pastru. Që kjo është. Mënyrë të natyrshme, do me thonë, me ditë më bojnë ndasia. Dhe si. Për me dash, për me të vlerësojnë edhe të dojnë. Ma jenë menë që këta. Kanë me të dalë. Kur kush kur gjohë personalisht me ty s'ka. Qështja. Jo, e di unë këtë gjë. E di.
thashun vetëm për fenomenin.